to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dhe sonte ashtu sikur se çdo të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio. Për të gjithë juve që do humbisni premierën e këtij programi në radio, mund ta aksesoni atë në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në YouTube në çdo moment që të keni dëshirë të dëgjoni, për më tepër që ajo edhe kur flet përbën muzikë për veshët tanë, që të jemi sinqert, unë e kam njohur komo përpara si një personazh për të cilin fliste tër bota, Shqipëria më pak, zakonisht Shqipëria flet më pak për njerëzit, po kjo ka pak rëndësi. Po kaq, nuk kisha mundur asnjëherë të takoja nga afër, thjesht që në kokën time, në paragjykimin tim personal, mendoja që do ishte ky njeriu untouchable, i paprekshëm, i këtyre skenave të jashtëzakonshme. Dhe vitin e kaluar, në këtë përpjekjen time për t'i shpëtuar paragjykimit e për të qenë politikisht korrekt në çdo komunikim të mundshëm, në çdo mesazh, në çdo email, nga frika se mos e teproj, se mund të lëndoj pa dashje, një yll e të tjerë, unë jam shumë e sinqert kur them, unë kam takuar njeriu më modest krahasuar me përmasat e saj. Mirëmbrëma dhe mirë se vjen në studio Ermonela Jao. Faleminderit për ftesën, Kozeta. Unë jam shumë i sinqert kur them që unë kam paragjykuar ty. Të kam paragjykuar për madhështinë e figurës tënde skenike. Unë nuk e njeh personalitetin tënd edhe ty personalisht dhe nuk druheve, nuk më vjen turp ose keq që të kam paragjykuar për madhështinë. Është e madhe ajo gjëja që përfaqëson ti, Ermonela, në sytë e tu, apo është puna jote që ti e do shumë, ka pak rëndësi se ku e bën, në një skenë më të vogël, në një më të madhe, në një vend më të vogël apo në një vend më të madh. Është shumë e vërtet kjo që thua, Kozeta, nuk ka rëndësi ku e bëj. Është ëndra ime që ka filluar këtu në Shqipëri, që e vogël për t'u bërë këngëtare, për t'u bërë artiste, dhe me kalimin e kohës nga një ëndër e një vajze të vogël u bë një lloj terapie ime, një ushqim shpirtëror, dhe për mua nuk ka rëndësi sa e madhe është. Bëhet e madhe në kuptimin që nëpërmjet artit, nëpërmjet profesionit që unë bëj tashmë, të frymëzoj bresin e ri, ose të flas me zërin e shpirtit, siç është kultura, siç është arti, siç është muzika, siç është pasioni im, dhe të rezonojnë këto shpirtrin, të rezonojnë me shpirtin e publikut. Dhe mendoj ai është edhe efekti dhe detyra e një artisti që duhet bëj. Vetëm kaq, pastaj e madhe, diva, jashtëzakonshme, artisti flet me gjuhën e shpirtit, e nëse unë arrit të frymëzoj dhe të emocionoj qoftë edhe një spektator, mendoj që aty kam bërë detyrën time si artiste. Kështu që për mua është e madhe ajo që bëj në komunikim me identitetin tim, në komunikim me publikun. Vetëm kaq. Po nga buron kjo forca e madhe shpirtërore për të transmetuar emocion? Do me thënë, ku frymëzohesh ti, sepse ne në përgjithësi artistët, po veçanërisht artistët e kantos lirike, i shohim pra teknikisht të fortë, të saktë, të kujdesshëm, dhe ndonjëherë e gjitha kjo mund të përkthehet pa dashje edhe me ftohtësi, pra mund të jesh një teknicien i jashtëzakonshëm, po ndoshta mungon kjo. Për ty thuhet, ky nuk është asnjë kompliment, është një gjë që nënvizohet në përgjithësi kur shkruhet për ty, për forcën e madhe emocionale që ti transmeton. Ti vdes prej vërtetit, ti lëndohesh prej vërtetit, ti jeton prej vërtetit, ti përqafon prej vërtetit, pavarësisht se ne e dim që ajo është një gjë që ka filluar, do mbaroj, do mbytet perdja, ti do shkosh në domatesh veshjes, do kthehesh përsëri Ermonela jon. Por mendoj, Kozeta, shumë e thjeshtë, është ti je artist sot, detyra e një artisti është jeti vërtet në skenë, dhe me atë vërtetësi do emocionoj publikun. Kjo është detyra e artit, detyra e një artisti. Dhe për mua kjo është teknika, ana teknike shërben, sepse ana teknike të jep ty të gjitha ato çelësa në dorë për të hapur këto dyert e vështirësisë të notave akute apo të koloraturave etj, të ndihmon që të shprehesh lirshëm, mos e kesh mendjen. Unë gjitha në skenë tani kam këtë shkallën, do të përgatitem gjitha ajo frika që e kje aq i stakuar me atë që po këndon, që në fundit këndimi çfarë është? Në opera janë ndjenjat humane të enfatizuara, janë ndjenjat kështu në ekstrem, tragjedi, gëzim, hidhërim, sakrificë etj. Kështu që ti të japësh këtë lloj ndjenjash, të japësh këtë lloj emocioni, duhet të jesh ti e para ta ndjesh. Dhe për një artist, ana teknike ndihmon që të çliroj, të t'japi një lirshmëri të madhe nga mënyra se si ti
këndon, përdor zërin dhe të ta bëj më të lirshme, mund ta them, më të thjesht për të shprehur pikërisht këtë emocion. Këtë mendoj dhe nganjëherë bëhet problem sepse njerëzit fokusohen, sidomos ka shumë artistë, këngëtarë që fokusohen shumë te teknika dhe harrojnë për çfarë janë atë pjesën emocionale. Për mua thjesht është filozofia ime, po për mua nuk ekziston artisti duhet japi emocion, nuk e konceptoj dot personalisht që ti si artist të hipësh në skenë, të këndosh të ndjenjat humane, të enfatizuar ndjenjat humane universale, e ti je kaq i stakuar. Pastaj themi që publiku nuk kupton. Publiku duhet të jetë një publik elitar. Jo, më vjen shumë keq. Ajo ose përcillet ose nuk përcillet. Ose përcillet ose nuk përcillet. Një publik elitar në thonjsa që ka studiuar muzikën mund të thotë që okay, kjo nuk është këngë, është arje, është një arje që është marrë nga ky, është kjo notë, ajo notë. Publiku do të ndjej atë emocionin që ti po përcjell. Dhe çfarë është historia e një opere? Janë histori dashurie, histori tragjedi, drama, që ti duhet të shpresh atë, do me thënë, publiku duhet të vinë në teatr dhe të bëj një rrugtim 3 orësh me ty së bashku për atë që ti po jep në skenë. Kështu që teknika është jashtëzakonisht e rëndësishme, po vetëm në favor të emocionit që të japi ty ato çelësat në dorë për të hapur ato vështirësitë vokale, për ta shprehur këto ndjenja. Vitin e kaluar me Ermonelen unë kam patur një bashkëpunim, kam pasur fatin e madh që të jem bashkëprodhuese, bashkëproducente e koncertit të Ermoneles Rikthimi i Dallëndyshës bashkë me tenorin Charles Castronovo. Të kam vëzhguar nga larg në atë kohë, në mbrëmjen e shfaqjes. Kam qenë aty për të mos qenë aty. Edhe kam parë edhe disa grimca në rrjetet sociale të koncertit të fundit tani. Me atë qëndrimin tënd në prapasken që kur e shikon nga larg si spektator, qoftë edhe vjet, qoftë edhe këtë vit, druaj shumë që të perceptoj çfarë është ajo dridhja ose ajo tronditja ose ajo që ne shohim që s'po të lë rehat. Është si do vijoj tani më pas, si ishte deri tani për gjithçka që bëra deri në këtë moment, apo është një emocion si herës së parë? Janë të gjitha bashk, po sidomos emocioni herës së parë. Sepse kur performon në vendin tënd, po dua të hap një klap këtu. Ai koncert që kemi bërë së bashku, ku ka qenë një ndër koncertet më të bukura të jetës sime, i bërë në vendin tim, për shumë arsye. Unë gjithmonë them, okay, kur kthesh në Shqipëri, është ai emocioni është gjithmonë aty kur performon në vendin tënd. Por korrektësia, organizimi, mënyra, do me thënë të gjitha gjërat të sistemuara, të organizuara dhe në distancë kur thua që ishet, po nuk isha aty, më kanë lënë pa fjalë, dhe duhet ta them në publike, një organizim jashtëzakonshëm që shumë rrallë që unë ta gjej rrallë që e kam gjetur në këtë vend. Kështu që thoja me vete, mos i kam mbijetuar Kozeta këtu. Tamam gjermane, zviceriane, nuk di çfarë të them. Kështu që dhe jam shumë mirënjohëse sepse kam jetuar në maksimum atë koncert dhe mbyll klapën. Komplimente për këtë gjë, jam shumë mirënjohëse. Për sa i përket emocionit, po është herë e parë sepse gjithmonë ai vendi magjik, unë kisha bërë prova. Por kur hyn aty, është ai momenti i parë dhe i fundit. Kur këndon në vendin tënd, ndihesh më i gjykuar, më i paragjykuar, është normale sepse flet të njëjtën gjuhë, ke kolegë që të njohin, me të cilët ke studiuar, s'ke studiuar, pedagogët që thonë, po ne kemi pasur studente këtë kur ka qenë, domethënë kurioziteti është i madh, pritshmëria është kaq e madhe, sa ti thua do jem në gjendje që këtë pritshmëri ta mbush, që domethënë që mos të zhgënjej asnjëri, është gjithmonë kjo frika, ky emocioni. Diskutohet ajo pjesa që u bë, çfarë do vi, ose thotë se pak pluhur mbrapa, janë gjitha këto gjërat e vogla që të bëjnë të japin çik atë dridhjen, po i thonë. Ermonela, unë të kam lexuar, të kam dëgjuar në disa variante të intervistave të tua, ku më ka bërë përshtypje një gjë për të cilën do të pyes. Kur ti thua që teatri shqiptar është i ngjashëm, nuk ka shumë ndryshime nga teatrot ku ti ke performuar, e bën nga dashuria për vendin apo vërtet e beson këtë?
se unë e kuptoj kur jeton jashtë mungon ato rrugicat për të cilat i fol edhe në koncert. Janë shumë gjëra dhe ndoshta për shkak të mallit ndonjëherë ne edhe mund t'i mbivlerësojmë disa gjëra. Kam dashur gjithmonë të ta bëj këtë pyetje. Ti jemi shumë e sinqert me ty si gjithmonë si çfarë Kozeta. Ka më tepër pesh, domethënë në vlerësim malli që kam. Malli, duhet jem shumë e sinqert me ty. Malli, por kur sa herë kthehem, shoh përmirësime, janë gjëra që mund të ose dua të shoh në anën pozitive, vi me tjetër bagazh. Dhe kam parë që gjërat kanë, domethënë teatri i operës dhe baletit, orkestra, teatri në përgjithësi, domethënë ka filluar shoh që hapat drejt këtyre përmirësimit janë, domethënë dhe ka mundësi për të bërë akoma më mirë, siç neve kemi për të përmirësuar, e mira nuk ka fund asnjëherë. Kështu që edhe shumë dirigent apo artistë të huaj që kanë ardhur e kanë parë se pse e doja pikërisht për këtë arsye se doja unë ndoshta e mbivlerësoj sepse më mirë malli. Të malli. Po prandaj edhe kam ftuar gjithmonë artist, koleg nga jashtë për të parë, domethënë, edhe çfarë efekti bënte tek ta, domethënë që do ishte më reale ose më objektive. Dhe edhe ata të njëjtin gjë më kanë thënë, është Shqipëria po bëhet një pjac, mund të them që kam shumë kolegë nga vendet e botës, francez, italian, që më shkruajnë, amerikanë, që duan të vinë, të performojnë, të këndojnë ose të performojnë dirigjenta, regjisor që duan të jenë pjesë e këtij teatri. Domethënë të dyja bashkë, por qëndron më shumë malli. Dëshira për të jetuar sa më gjatë këtu. Sigurisht është shumë e vështirë që ti të ndërtosh një program radiofonik me një soprano, sepse duke qenë radioja pak më pop është gati e pamundur për të perceptuar atë që ndodh në një skenë. Megjithatë, unë si njeri që e kam gjetur gjithmonë të mesme në art të Aristotelit, do bëj një përzierje për muzikën që do ta shoqëroj bisedën tonë me Ermonelën, për shembull më kujtua që nga adoleshenca ime, unë kam patur shumë qef një këngë Ermonela, nuk e di nëse ty të ka rënë rasti ndonjëherë ta dëgjosh, titullohet akoma Spente le stelle, e këndonte dhe unë vdisja të dëgjoja në radiot moderne të para të asaj kohe në Shqipëri, Emma Shaplin. Kthehemi përsëri në studio bashkë për të gjithë juve që jeni të sapo sintonizuar në Top Albania Radio. Unë jam në studio me Ermonela Jahon që gjithmonë ka pasur mall për këtë vend, gjithmonë e ka thënë, por duket sikur e kemi patur fatin ta shohim pakës më shpesh duke krahasuar faktin se sa rrallë të kemi parë. Pavarësisht se ne nisemi nga një etazh me Jotja, sapo ka përfunduar vetëm pak ditë më parë një angazhim i ri me koncertin tënd në Teatrin e Operës dhe Baletit, por sidoqoftë ky është një program që titullohet Back to the Beginning, të kthen pas në kohë, të kthen pas në kujtime. A ka qenë jeta jote profesionale, Ermonela, aq e bukur sa shprehet nga goja jote dhe duket në sytë tu? E bukur. Ka qenë e vështirë. Ka qenë shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë, por tani ndoshta me kalimin e kohës, eksperienca e jetës e tjerë, po të kthesha mbrapsht, do kisha bërë sërish të njëjtën rrugë. Do kisha bërë të njëjtën rrugë ndoshta, po duaj ky rrugë tim me ngritje, me zbritje, me bërryla, me qarje, me depresion, gjitha duaj sepse krijoj këtë person që un jam sot. Un po të mos kisha gjitha emocione. Këto llojet mos isha kaq vulnerabël, kaq sensibël, që gjitha këto vijnë nga eksperiencat e jetës. Dhe mendoj për një artist tani them është e domosdoshme të kesh një shpirt të torturuar, të kesh këtë lloj torture të brendshme që mendoj është një lloj ushqimi, mund të them, një lloj bagazhi shpirtëror që po se pate se jep. Po nuk e pate, nuk e jep, dhe kthehemi tek ajo që më bëre që parë pyetje në Kozeta, edhe është dhe aty shikon diferencën e një artisti që këndon thjesht me teknik, edhe ajo ka vështirësinë e vet, domethënë në shapo, edhe sepse ajo ka do shumë kohë, do shumë luftë edhe për të marrë të teknikën, dhe një artisti që lë shpirtin aty. Kështu që ka qenë tepër e vështirë, por më në fund ja arrita dhe jam shumë e lumtur. Nuk do të përmend këtë shprehjen krenare, po dhe jam sepse e fillova nga zero. Jam rrëzuar disa herë, kam prekur fundin disa herë, kam dashur të rikthehem mbrapsht. Por ja ku jam, edhe mendoj që nga një herë ëndrat e mëdha jeta i vë në provë.
E mban më këngën e parë që ke kënduar? Kënga e parë ka qenë kur kam qenë e vogël që këndoja kështu me imitoja këta këngëtarë Vaçezelën, se kam pasur gjithmonë flokë të gjata dhe gojën e madhe, më thoshin kjo do bëhet këngëtare. E nënë që akoma nuk pronuncoja mirë, mbaj mend atë këngë Nënë moj do pres gërshetin. Nënë moj do pleth gëthetin. E mbaj mend këtë këngën. Pastaj këngët në Pallat Pionerëve, kur isha në Pallat Pionerëve, mënyra se si qeshja e tjerë, më thonin që ngjaja para shqevis doja të këndoja këngët e para shqevis. Kështu që po kënga e parë ka qenë Nënë moj do pleth gërshetin. Kush është kumbari? Cili është kumbari yt në muzikën lirike? Kush të shtyu dhe tha që ti je pavarësisht vaçes apo dëshirave për parashivisimaku apo ti ke këtë prerje? Një kumbar, kur i thon nuk e kam pasur që them ka qenë ky, se ka qenë një rrugtim se cili më ka dhënë diçka. Un kam njohur njerëz të mrekullueshëm që në Pallat Pionerëve, kudo deri më sot që secili më ka dhënë diçka që më ka bërë kjo që jam sot. Por për muzikën operistike, unë doja të hyja në lice faktikisht, mbas të Pallatit Pionerëve, sepse doja të lexoja muzikën, në Pallat Pionerëve çdo gjë më mësoni me vesh. Dhe mbaj mend kumbari ka qenë opera Traviata, mund të them, tingëllon pakës e çuditshme. Doja të dija për të përgatitur në këtë audicion, në këtë konkurs që do bëja në lice, duhet të mësoja, të këndoja, të përgatisja një romans në mënyrë operistike, me këtë në mënyrë klasike. Dhe shkoj me vllan e madh, shkoj në teatrin Operës së Baletit dhe atë natë ishte opera Traviata, e kënduar në shqip. Dhe mbaj mend tash, po çan këto që ulërasin kështu që domethënë nuk e ta. Doja të bëj muzikë lehtë, këndoja. Po çuditërisht filloi uvertura, akti i parë, akti i dytë, akti i tretë deri në fund. Kam ngelur kështu pa fjalë, sikur tamam një dashuri, siç është ajo do dashurit me shikim të parë, dashuri me dëgjimin e parë. Dhe nuk më pëlqeu diçka se kishte zgjidhur ajo sopranoja vdekjen, se mu duk falso, kupton, mu duk një çike ftohtë. Tash, në fund i thash vllajt, tani e vendosa, tash unë do bëhem këngëtare operistike dhe nuk do vdes pa e kënduar një herë Traviatën. Që nga ai moment sikur i bëra një betim vetes time, një premtim vetes time, dhe nga ai moment e them gjithmonë se më bëhet qefi, kështu jam e kënaqur me veten. Ja kam kënduar mbi 300 herë dhe akoma vazhdoj e këndoj sikur shoh atë Hermonelën 14 vjeçare ku filloi ëndra deri më sot me të njëjtën opera, që është ajo ëndra që ecën përdore me mua, rrëzohet me mua, po prap është aty. Kështu që të vjen ndonjëherë jeta jote në mend gjatë performancave? Më vjen, sidomos janë ato momentet kur mund të them përsëri ka qenë me Traviatën, kur e kam debutuar, një ndër shfaqjet kanë qenë në Royal Opera House në Londër. Dhe mbaj mend, ka qenë një moment i vështirë, sepse kisha humbur mamin, dhe çuditërisht, një komendoja, si që mësuar i mentaliteti edhe një shqiptar kur të ndodhë një humbje kaq e madhe, ti nuk këndon dot, nuk flet dot, është ajo zia që ti mban, dhe mua më duhet të këndoja, të isha në sken. Dhe mbaj mend duke filluar uvertyra, edhe mendoja, Hermonelën e vogël, Hermonelën në Pallat Pionerëve, Hermonelën që qante kur e tallnin shoqet, pse s'bënte këtë, s'bënte atë, s'kishte këtë. Hermonelën në lice, të gjitha këto gjërat më vinin, domethënë me një shpejtësi të jashtëzakonshme në ato minuta që sa zgjaste uvertura përpara se të hapej note, të fillonte nota e parë e operës. Së kënduar dhe më vjen në mendje dhe thoja, shiva kur i doj gjërat, unë e kam ndërruar këtë moment, dhe më vinte që e kam ndërruar këtë moment. Ja arrita, ja jam këtu tani. E thua, ja vlejti, nuk ja vlejti, po sikur doja t'i jepja ti vërtetoja vetes time. Edhe ti ja dole, pikërisht aty ku të gjithë. Një shumicë mentalitet thoshte nuk do bëheshe, ja dola dhe më vjen edhe shoh atë rrugtimin tim dhe thoja, po ky është rrugtimi që duhet bëja. Nëse do të kishe këto njerëz përballë në një moment caktuar, do të jepë mundësia ti shpëlaje.
do ta kishe bërë? Ja këta. Ajo s'do bëhet, këto që të bullizojnë, s'ka këtë, i mungon kjo, i mungon ajo. Nëse një ditë do t'i kishe kështu rresht. Kjo erdhi fiks, kjo shpreha. A do t'i shpëlaja apo jo? I kam pasur. Okej. I kam pasur në publik, disa prej tyre. Po çuditërisht nuk e di, njeriu më shumë vuan, më shumë lufton dhe kupton disa vlera në jetë që nga një më ka ardhur keq për ata. Kam se cili ka rrugtimin e vet. Kupton me të mira dhe me të këqijat. Ai është rrugtimi i tyre, ky është imi. Dhe nuk i kam falur, i ke duke bërë punën tënde. Eksakt, se nuk mbaj inat, nuk i kuptoj shumë mirë sepse jemi një vend i vogël Kozeta dhe ka shumë energji, edhe energji shumë të mirë për të arritur, për të bërë, gjithmonë e duam të jemi numra 1, që të gjithë, pa përjashtim. Dhe e kuptoj se të dhëmb më shumë për një person që ti ke studiuar bashkë, e tjerë thua si është e mundur kjo arriti, unë nuk e bëra, janë ato gjërat, po edhe i kuptoj, edhe më vjen keq për këtë gjë, po secili ka fatin e vet, secili ka të rrugtimin e vet, edhe kemi ardhur në këtë botë secili prej nesh është unik, kemi ardhur në këtë botë, kemi lindur me një qëllim, të gjithë neve, të gjithë jemi ndryshe. Kështu që ai është rrugtimi i tyre, ky është rrugtimi im, nuk mbaj inat fare absolutisht. Bile përkundrazi kthehem dhe dua t'jap pak a shumë kontributin tim tek shumë ermonela të vogla që unë i shoh, që kanë dëshirën për të bërë. Dhe atë që unë disa gjëra skomode, jo që mund të më kishin penguar dhe më kam penguar, në qoftë se arriti shoh nëpërmjet empatisime, dua të jap ndihmën time, qoftë sa do të vogël, atë që mundem unë me eksperiencën time, me aq sa kam mundësi dhe kthehem pikërisht për këtë, jo për inat, po për këtë arsye, sepse siç ja dola unë, kam edhe shumë hormonela të vogla me atë xhelozin që mund të ketë, sepse në art, sidomos në art ekziston jashtë mase dhe duhet jetë ajo xhelozia, ajo po të bëj që të bësh ty më e mirë, po jo të pengojnë ty, të pres krahët. Kështu që kështu ka qenë, por i kuptoj dhe nuk dua të them i kam falur, se nuk jam askush i për t'i falur dhe ju uroj më të mirën, të realizohen dhe ata. E mban mend vendimin që ke marr për ta marr valixhen dhe për të ikur? Të kujtohet? Po, më kujtohet, kam qenë 18 vjeç e gjys kur kam ikur, me shumë pak të holla. Dhe ishte një realitet për mua. Unë isha, po fluturoja, për mua limiti im ishte qielli, po harroja që për të vajtur atje, edhe stomaku duhej ushqyer, e shumë gjëra tjera, da duhet të mbijetoja. E mbaj mend, kam ikur emocionuar gjithë dëshirë të madhe, por kisha një lloj nostalgjie, ishte diçka që po më shkëpute, po i më këpute këtu brenda. Po e mbaj mend, kam vajtur në Itali, kanë qenë momente të vështira sepse hap pas hapi gjithë ajo eufori, po shikoja që lekët po mbaronin, do e vazhdoja më tej, dhe ka qenë shumë e vështirë, por në një farë mënyrë sikur koha më vuri në provë ëndrrën time. Kanë qenë momente shumë të vështira, do duheshin orë të tëra. Po më tepër që në ato vite përsëri prap një albaneze di merda. Është shumë e vërtet. Është shumë e vërtet. E kam dëgjuar atë shprehje aq herë, e kam dëgjuar. Nuk e vënë në diskutim se aq herë. E kam dëgjuar aq herë, e vuaja jashtë mase, po ku nuk dija ku ta ankohesh, aty e kuptoja atë efektin, atë bukurinë e madhe të jetuarit të gjithë bashku, anën pozitive, se nuk dija kujt ja thoja, po t'ja thoja prindërve, nuk doja t'i shqetësoja, se kishin shqetësimet e tyre jeta këtu, kështu që i kam mbajtur kaq shumë brenda vetes time dhe në një farë mënyre, unë e kam thënë disa herë, në mënyrë, nuk e di, Zoti krijon njerëzit, pastaj ju gjen mënyrën se si ata të kanalizojnë ato problemet e tyre, ato ndjenjat, dhe kam mbajtur një ditar. Ankohesha ditarit, ishte terapisti im, kur i thon, gjërat që doja të bëja, ato që s'kisha, qaja, më po the, uroj të mos zgjojmë të nesërmen në mëngjes, më të vdes në gjumë, apo do më thënë, mendime edhe tepër tragjike, të errëta, sepse janë ato momentet, por me kalimin e kohës kam kuptuar që
ky ditar më shërbeu për të shkarkuar nga ana emotive, emocionale dhe për të luftuar më shumë dhe ja ku jemi këtu, edhe ndoshta më duhet kur e lexoj këtë ditar, përlotem, po edhe në një farë mënyrë edhe fuqinë, them si jemi krijuar në qenjet humane, sa fuqi të fortë kemi, çfarë fuqi kemi brenda, sepse nuk do mbesosh Kozeta, të gjitha gjërat, të rolet që kam shkruar, që doja të këndoja, në operat që doja të këndoja, realizuar të gjitha, bile kam të i kaluar këtë gjë. Edhe kur e shoh me pakës distancë, po kthehem tek Ermonela e vogël, e tjerë gjitha të kaluarën time, po duhet të kaloja në për këto faza të jetës, të pëlqen apo nuk të pëlqen, sepse bëri artistin njeriu që un jam sot, kështu që unë do flas pak për njeriu që është sot, sa të japim një frymare edhe kësaj bisede, sepse siç e vini re, kur them që në fillim që edhe e folura e saj është muzikë më vete, edhe emocionet e ke njësoj, edhe kur bisedon. Unë do të flas pak momente më vonë edhe për rutinën tënde, për atë që ti je sot. Jo rastësisht, jo një me talent, as një me fat, jo një njeri vetëm i rrëzuar, po edhe një njeri kokder dhe këmbgulës. Kokder sa ska. Kthehemi pas pak. Kur folëm gjatë verës, për përgatiteshe për të ardhur për atë projektin e përbashkët me Timon, me Aurelën, me Sajmirin, e gjithë ato yjet në Kanin, më the që Kanina është një skenë tek e cila unë duhet të vija. Pse ishte kaq e rëndësishme Kanina? Pse është kaq e rëndësishme Kanina për ty? Kanina ishte shumë e rëndësishme për mua, dhe kur dëgjova fjalën Kanin, as pyeta fare më se çfarë kishte programi, si do bëhej, direkt sepse që një kthim në fëmijëri. Kanina është kur lakoi fjala Kanin, mbaj mend nënës time i buzëqeshte fytyra. Dhe aq kujtime sepse nëna ime ka lindur në Kanin, është vendlindja e nënës time. Dhe unë kaloja pushimet kur isha e vogël, tek ajo kalaja Kaninës, rrëzohesha, filloja këndoja në Kanin kështu. Ishte fëmijëria e kaluar në gurët e asaj kalaje, kur i thon. Dhe kisha kohë pa vajtur. Unë jam larguar në 93-shin në Kozeta, dhe shumë vende ku kam kaluar fëmijërinë time nuk i kam parë më. Dhe në një farë mënyre, sikur koha ndalon me ty dhe ajo dhimbja, kalon koha, po mungesa e këtyre vendeve ku është identiteti yt, janë rrënjët e tua, bëhet më i madh, bëhet më e madhe. Dhe kur u ktheva në Kanin, vajta në Kanin, kishte një emocion, ishin rregulluar rrugët, një pjesë e shtëpive aty e tjerë, po unë në mendjen time kishte sikur kishte ndaluar koha, edhe mbaja mend ato vendet ku lozja, ku rrëzohesha, ku shkoja me pulat, me gomarin ato. Se i kam kaluar ato, apo ku shkoja tek fisht, apo gjitha këto gjëra ato, ajo fëmia i vogël ato me lepurushat që lozja ato, më thën, më kthye çdo gjë. Dhe kur këta, se ishte duhet një punë kolosale që Vera, Timo po bënin, domethënë me realizimin, sepse është terren i vështirë. Terren jashtëzakonisht i vështirë. Unë buzëqeshja, këta ishin preokupuar për ta bërë sa më mirë, buzëqeshja sepse ishte buzëqeshja saj fëmijës që kishte ngelur, ishte ngrirë, e po kthej mbrapsht tani po me një koshencë tjetër. Dhe po shijoja çdo gjë. Në një farë mënyre kthesha asaj ëndrrës. Shife u ktheva, po tani nuk ktheva si ai fëmia i çik i ndrojtur, tash i fluturoja, ishte diçka e bukur, se më kthente në fëmijëri. Por të kthyer atë ditarit, kam shkruar rolet që të doja të bëja, vendet ku, pra skenat ku doja të këndoja, dhe tani është një ëndër e kaluar, pra unë e kam realizuar, thotë Ermonela, e me që e ke realizuar një pjesë të mirë të gjërave, ose e ke të kaluar. Po sot, për shembull, të lodh ajo rutina jote e ditës, për shembull, asgjë është një mëngjes thu me veten tënde, thua me veten tënde, sikim palestër, nuk eci sot, nuk e bëj këtë, që ta dini kur Ermonela na fton në Madrid për të ndjekur vitin e kaluar, çelën e sezonit në teatrin Real të Madridit, e ndeshëm në ato
rrugicat afër teatrit, një vajzuke të vogël me fund tenisteje që në darkë kishte shfaqjen, por paradite, asa të paradite nuk e kishte anashkaluar rutinën. Tani, pas gjithë këtyre gjërave që ke bërë, a nuk thua në një moment, unë jam Ermonela Jao dhe mund të bëj edhe pak të sportin e sotëm, edhe me këtë teprimin e këtij ushqimit të sotëm, ose ku diu me ca sjellje me risk për profesionin tuaj? Absolutisht jo. Gjërsa je akoma në profesion, të pret gjitha i publik në darkë, përgjegjësia ka qenë siç ka qenë një ditë më përpara, pa akoma më shumë ajo ditë që vjen sidomos në një premier të tillë. Kur jam domethënë përpara një shfaqjeje e tjerë, në mënyrë më absolute, duat mos e bëj, por nuk ja lejoj dot vetes, sepse nuk bëj dot kompromis me të gjitha të sakrificë që kam bërë për të arritur deri në atë pikë. Kështu që nuk e bëj dot. Por në momentin që mbaron shfaqja, ka momente që them, po tani do vija i moment që ndoshta do ndjem më e lirshme, sepse je gjithmonë një impenjim totale, nuk arrin dot të bësh, si thon asaj, thjesht pakës më jashtë atyre kornizave që unë i kam vënë vetes, asaj disiplinës time. Nganjëherë dua shumë, se kete, them. Po sikur mos këndoj më, them, çka kam arritur, mjaft më, sepse dua të fle pak më shumë, të them, s'kam pse çdo mëngjes do të ngrem të bëj 500 me litar që të zgjoj muskujt edhe të vjaj energjia e trupit e tjerë, sepse këngëtarët janë si gladiatorët, janë sportistë. Nuk mundi të flesh nga gjumi, shkon skenë këndo, është pa mundur, sidomos kur kalon pakës mosha. Çdo gjë muskujt duhet të jenë në stërvitje sipër, në trajnim e sipër. Po ka momente që mendoj që them dua të flej çik më shumë, po them të ha diçka në një patate të skuqur. Prandaj po them. Ndonjë akullore që më pëlqen, po them jo, se po ti bëj këto përpara shfaqjes, do ndjem çik më rënd, do më thahet fyti, dhe po u tha fyti pak nga emocioni kur je në sken. Edhe sheqeri tham fytin, cigarja, kafja, gjitha këto të bëj një listë që ti thua, po me çfarë jeton ti? Kështu që nganjëherë dua ti heq fare këto, të kthej me Ermonela e vogël. Që haja për mëngjes nganjëherë hanim edhe që s'mendonim, çfarë tepronte në darkë këtu. Tepronim fasule do hajë në mëngjes. Apo këto edhe çuditërisht i kam arritur ato që kam arritur, e respektuar në botë e tjera, gjitha këto. Tani ndoshta jam pakës në deficit me Ermonelën adoleshente për të qenë pakës më e çliruar, jo gjithmonë në gatitu, kur i thënë. Se unë jam gjithmonë nga gatishmëri. Domethënë gjithmonë në gatishmëri para shfaqjes. Si gjithmonë jo vetëm para shfaqjes, po edhe në përgjithësi jeta jote një valizhe poshtë shtratit gjithmonë gati. Gati. Duat mos e ke më. Duat të tudhtoj, ka mundësi të mos marr vetëm me atlete, me atë fundin e tenisit. Mos kem të marr me vete këpucë me taka apo fustanet që këtë ditë do vesh këtë fustan, ditën tjetër duhet ta ndroj se po u bë, do thon po ju veshit të njëjtin fustan. Këto gjëra që edhe këtu dua të ndalem pak. Un kam vënë re atë dëshirën tënde për të promovuar emra shqiptar. Pra, jo vetëm në skenat tona, sepse ne i njohim personazhet që kanë kontribute në fusha të caktuara, po unë të kam vënë re që ti përdor veshje të prodhuara në Shqipëri, në pritjet që bëhen jashtë, nuk të shqetëson që mund ta kesh veshur një herë atë fustanin, mjaft që ai të jetë një brand shqiptar. Kaq shumë e rëndësishme është, apo e shikon dhe këtë si një mënyrë, si një ndërgjegje që në fakt duhet të kishin ata që të penguan dikur. Të dyja bashkë. Nuk duhet ta kesh ti këtë ndërgjegje. Jo, të dyja bashkë. Jo, nuk është më tepër sepse të gjithë kozeta kemi nevojë të vlerësohemi. Dhe çuditërisht mund të vlerësoj bota, po ne kemi nevojë, ose ndoshta sepse vjen nga mënyra ku jemi rritur, të vlerësojmë nga njëri tjetri. Sot, ndoshta sot ka ndryshuar pakës. Në këto kohra që ne jetojmë. Në këto kohra që jemi, është kaq e vështirë të dalin 2 shqiptar apo 3. Ti thon njëri tjetrit, bravo të qoftë, e ke bërë shumë mirë këtë gjë. Domethënë të vlerësohesh, të vlerësoj i yti. Ai që flet gjuhën tënde, që është rritur me ty, të ta vlerësoj këtë gjë. Edhe për neve kjo na ka lënë një lloj boshliku, të gjithë neve.
dhe duke vënë veten time që në fillimet e mia, edhe ai emocioni kur vin kthesh në Shqipëri sikur të shohin me xham zmallus, kupton? Që të bën mirë, nga një anë bën mirë edhe kjo gjë. Dhe vë veten time, edhe te këta artistë që kanë fashion designers, këta që dizajner që kanë krijojnë këto veshje kaq të bukura, pse jo një shqiptare të vlerësoj një artist tjetër që merret me një krijimtari tjetër, dhe ta bësh dhe ti je krenari që ta ekspozosh në botë, ta vlerësosh, thuash, po un po këndoj këtu, jam show opera etj, por vi nga Shqipëria edhe të marrësh anën e mirë të Shqipërisë. Anët ato rrobat e Palara i lajm këtu brenda kur i thon. Çdo vend ka rrobat e veta Palara. Po kur shkon jashtë ose kur përballohesh me botën, ne duhet të shkojmë si një trup i vetëm, them ndoshta tingëlloj si gjyshrit e mi si kur flas në këtë mënyrë, po së bashku bëjmë fuqinë, jo kundër njëri tjetrit. Dhe edhe për kjo e veshjeve ka pasur këtë lloj vlere tek unë, e përqafuar me Shqipëri, them, e përqafuar nga një përqafim i vendit tim. Dhe më tepër se sa një promovim është një mesazh që nga Shqipëria ka gjëra të bukura, po këto duhet i sillim së bashku, duhet i marrim si një tuf lulesh së bashku për një frymëzim për brezin e ri që do të besoj akoma tek e mira. Ti me mënyrën se si e organizove, se mua më ka ngelur në mendje mënyrën se si është organizuar koncerti vitin e kaluar, ka qenë një tempizëm, një korrektësie jashtëzakonshme që kam ngelur pa fjalë, kam thash, wow. Edhe këtu bë kanë gjërat. Njëherë nëse secili bën punën e vet, nëse ndërton skuadrën e dur, është ajo që po thua, i merr më të mirën e çdo kujt dhe kaq është se secili do bëj punën e tij. Por më dhe sigurinë. Një shpresë edhe një siguri dhe një shpresë, më po bëjnë gjërat e bukura edhe këtu. Dhe të bësh të bësh në të ndriçosh kur i thon ato më të mirën e vendit tënd. Edhe me pastaj stilistët shqiptar janë të mrekullueshëm. Unë kam filluar qoftë me Mirela Nurçen në fillim, Ardiana Slanin, Geraldina Spoza, edhe nga Prishtina, në Kosovë kur këndoj atje dhe atje marrëveshjet të vendit, siç janë Flutura Dedinja, kërkoj ndjes nëse nuk mbaj mend emrat e tjerë. Por edhe ndjem krenare, nuk e ti ndjem çik më mbrojtur. Është ajo vetmia që të shoqëron gjithë kohës kur ke diçka shqiptare. E di, ndoshta njerëzit do besojnë do qeshin ne tani. Jo. Po ndjem kthesh pakës në origjinë, ajo e të qenurit bashkë, po në mënyrë të mirë, duke përqafuar njëri tjetrin, duke ja futur njëri tjetrit me grusht, kur i thënë. Ne kemi folur si pa e kuptuar 50 minuta bashkë. Ashtu pa u ndjer. Kam vetëm shkurtër. Kam vetëm një pyetje të fundit, cili është destinacioni i radhës përpara se ne të ndajemi, dhe unë ta ruaj këtë intervistë një kujtim shumë të bukur si ato gjërat për të cilat ti duhet t'i mbyllësh fiks pa u ngopur që të marr malli sërish. Destinacioni i radhës, unë isem nesër në Madrid, përsëri në Madrid për një opera të Maskanjit, pastaj në Londër dhe kështu vazhdojnë në këtë gjërat, por për sa i përket asaj që the tani, edhe unë jam më duket sikur kanë luar jo 50 minuta, po 5 sekonda. 5 sekonda do doja kështu që po prenotohem kur i thon, kur të vjen si do vi të vazhdojmë, të bëjmë që besoj që do të kemi mundësi të bëjmë një gjë tjetër të përbashkët, edhe të kemi mundësi ta flasim dhe ta ruajmë si stoli Ermonela. Faleminderit shumë që ishe këtu. Faleminderit shumë Koseta. Na ke dhënë një kujtim të jashtëzakonshëm këtu në Top Albania Radio. Ju kujtoj për të gjithë juve që humbët premierën, mund të na aksesoni në platformën zyrtare të Top Albania Radios në YouTube në çdo moment. Ajo do të vendosi kufjet Ermonela dhe do ta ndjeki në një moment kur do që dëshiroj të thotë prit një si e kam pasur performancën. Mirë dëgjofshim dhe mirupafshim javës tjetër.